Shikues të televizionit UTA, përshëndetje edhe sot nga emisioni i Ramazanit. Vazhdojmë të jemi së bashku në të emisioni i cili vjen në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Ulqinit, me Xhlisi i Bashkisë Islame të Ulqinit për të përcjellur ligjërata të shumta dhe mesazhe shumë të vyeshme si gjithmonë gjatë muajit të Ramazanit. Dal nga dalja ku jemi në hyrje të 10 ditësh të fundit të këtij muaji, edhe shpesh herë flasim për rëndësinë dhe për vlerat të këtyre 10 netëve të fundit. Por unë me shumë kënaqësi sot për të folur për këtë temë dhe ndoshta për disa surpriza të tjera të bukura në fund të intervistës, jam me kryetarin e Bashkisë Islame të Ulqinit, Imam Blerim Bajraktari. Mirë se na vjen në studio. Selamu aleikum dhe agjerim të lehtë të pranuar. Aleikum salam. Zoti ju shpërblet për ftesën, Zoti ju shpërblet edhe për aktivitetet që i bëni për muajin e shenjtë të Ramazanit. Faleminderit edhe juve për bashkëpunimin e ndërsjellët. Tani 10 ditët e fundit, ne shpesh ndoshta pyesim se sa është vlera, sa është rëndësia, çfarë kanë ndryshe dhe sa janë, le të themi, më të mira se ditët e tjera të muajit të Ramazanit. Ju vetë ndoshta si do të na shpjegonit në fillim për këtë rëndësi të 10 ditëve. Po është e vërtet që ne tani veç po hymë në 10 netët e fundit Ramazan, mund të them ndryshe po hymë në finalen e këtij muaji. Mund të them se këto 20 ditë ndoshta kanë qenë vetëm një nxemje për finalen apo për 10 netët e fundit Ramazan. 10 netët e fundit Ramazan ka një vlerë të madhe, mu dhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i veçonte këto 10 ditë apo 10 net e fundit Ramazan. Transmetohet nga gruaja e tij Aisha radiallahu anha, e cila thot kur hyshin 10 netet e fundit Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallëronte natën e tij, e shtrëngonte rrypin e tij dhe e zgjonte familjen e tij në namaz. Të ndalemi pak edhe ta komentojmë këtë hadith të madh të Aishës radiallahu anha për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha e gjallëronte natën e tij me namaz. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit nuk flinte natën, mirë po e gjallëronte atë me adhurim, me ibadet, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë lutje të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Aisha radiallahu anha dhe e shtrëngonte rrypin e tij. Pra kjo është një metaforë që do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgatitte mirë për namaz të gjatë këtyre 10 netëve të fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pastaj thot Aisha radiallahu anha dhe e zgjonte familjen e tij në namaz. Kur përmendet familja, du të dal pak prej kësaj çfarë temës që po flasim, nga se besoj se sa që përmendet familja, ne kemi obligim që ta kujtojmë vlerën dhe shenjtërinë e familjes. Nga se familja është e shenjtë për ne dhe familja është amanet i Allahut subhanahu wa taala mbi supet tona. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor tha kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Çdo kush është përgjegjës për familjen e tij dhe çdo kush do të pyetet në ditën e gjykimit për atë që ka në përgjegjësi. Pra ne si prind, si bab, si nan, do të pyetemi në ditën e gjykimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, a ja kemi dhënë hakun familjes? A jemi tregu vigjilent dhe a jemi tregu siç duhet në edukimin e familjes dhe në edukimin e fëmijëve? Pra do të pyetemi para Allahut subhanahu wa taala, a i kemi edukuar fëmijët tonë? A i kemi rrit fëmijët tonë me besim dhe moral? A i kemi çu fëmijët tonë në mekteb? Pra këto pyetje do të na ngarkohen neve në ditën e gjykimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, nga se fëmijët tonë janë përgjegjësi mbi supat tona, amanet i Zotit mbi supat tona. Për atë ne si prind duhet kemi kujdes shumë me fëmijët tonë, nga se po jetojmë edhe në një kohë ku të tjerët po mundohen të na i prishin fëmijët dhe ne duhet punojmë edhe një herë më shumë se sa ata për t'i ruajtur fëmijët tonë.
Për atë besoj se secili prind duhet mendoj dhe ta pyes veten e tij se a kushton më shumë kohë që t'ja mundsoj fëmijëve një jetë të luksit, apo i kushton më shumë kohë që fëmijët e tyre t'jenë të edukuar dhe t'jenë të rriten me besim dhe iman. Për atë besoj se kemi përgjegjësi të madhe para Zotit kur përmendet familja, kur përmenden fëmijët. Për atë edhe Allah subhanahu thot në Kur'an ku anfusakum wa ahlikum nara. Runi vetin edhe runi familjet e juaja, runi fëmijët e juaj nga dënimi i Zotit. Besoj se është pak sfiduese, sa më shumë kohë që kalon ndoshta kur shohim gjithë këtë modernizëm, në thojse nëse mund të themi, është pak sfiduese apo jo? Patjetër unë besoj se sfida më e madhe sot për ne, edhe si prind, edhe si shoqëri, edhe si institucion, sfida më e madhe për ne janë fëmijët. Me thënë se nga se ato janë e ardhmja dhe ato po ballafaqohen me sfida të mëdha. Për atë tha Allahu në Kur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara, runi veten dhe runi familjen tuaj nga dënimi i Zotit. Paramendoj nëse në këtë botë e shohim fëmin ton, jo duke u dënu, por e shohim vetëm se ka etje, ka nevojë për ujë, ne do të bëjmë çdo gjë që t'ia sigurojmë ujin. Por unë Zot më nesër me i pa fëmijët duke u dënu për shkak të neglizhencës tonë që ne nuk ja kemi dhënë fëmijëve tonë edukimin, moralin edhe besimin. Për atë nuk është besoj e arsyeshme që prind çojnë dur prej fëmijëve duke thënë se nuk nixojnë apo tjerë. Mirë, po ne prind duhet që t'japin maksimumin për edukimin edhe për ta ngulit besimin në zemrat e tyne, se jo vetëm me vepër, por duhet që edhe të brengosemi. Për shembull, secili prej nesh le ta pyes veten sa herë për shembull bën dua apo lutje në namaz që fëmijët e tyre të edukohen edhe fëmijët e tyre të ngulitet besimi në zemrat e tyre. Besoj se është sfidë e madhe edukimi i fëmijëve, dhe për atë edhe ne si institucioni i Bashkisë Islame fokusin ton e kemi tek edukimi i fëmijëve. Lutim Allahun subhanallahu që Allahu të na i ruaj fëmijët, të na i edukon fëmijët dhe të rris me frymën e moralit edhe besimit, se besoj që është arritja më e madhe për një shoqëri kur ka një rini të shëndosh me moral edhe me besim. Amin. Pastaj për atë tha pejgamberi dhe e zgjonte familjen e tij në namaz. Pra i çonte prej gjumit dhe i thonte çununi edhe faluni tash edhe lartësoni edhe madhëroni Allahun subhanahu wa taala. Pra një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot, kënaqësia më e madhe që un kam përjetuar thonte në 10 ditët e fundit Ramazan është thot kur e zgjoj familjen time për t'u falur, nga se e kam dëgjuar Aisha radiallahu anha, e cila thonte se vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe na zgjonte për t'u falur namaz në 10 net e fundit Ramazan. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allahu edhe në vendin ton, edhe në qytetin ton na ka mundsuar që të falim namaz natë dhe të mblidhemi në xhaminë e madhe të Pinjeshit, burra edhe gra, të mëdhej edhe të vogël, të moshuar edhe të ri, dhe të falim namaz natë dhe të praktikojmë një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj arsye tjetër pse këto 10 net kanë vlerë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala është se në këto 10 net Allahu e ka filluar zbritjen e Kur'anit. Pra librin më të shenjtë, librin qiellor, librin i cili është udhëzues edhe dritë për njerëzit, Allahu subhanahu wa taala mu e ka zbrit në këto 10 netët e fundit Ramazan. Pra siç thotë edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, inna anzalnahu fi lejlatil qadr wama adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khayrun min alfi shahr. Ne thotë Allahu e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. E çdini ju se çfarë është nata e Kadrit? Thotë Allahu, nata e Kadrit ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj. Mendoni vetëm pak.
nata e Kadrit ka vlerë më shumë se sa 1 muaj. Pra, me të nxanë ty duke u falë nata e Kadrit është si me u falë 1.000 muaj. Merr shpërblimin si me u falë 1.000 muaj pa ndërprerje, apo siç thonë dietar 84 vite. Pra, një natë duke u falë në xhami në 10 ditët e fundit Ramazan ka vlerën si me u falë gjithë jetën. Pra, aja vlen që ndokush prej nesh me e humb këtë shpërblim të Allahut subhanahu wa taala, normal që jo, se cili për nesh duhet spakti tash edhe nëse kemi qenë pak neglishent gjatë ditëve të para apo gjatë mesit Ramazanit, që është edhe normale që gjatë mesit Ramazanit ndodh një farlloj gafletit, një farlloj pakujdesie. Tani kemi hyrë në finale dhe të zgjohemi dhe me ambicie të vazhdojmë për të gjetë apo për të arritur natën e Kadrit në adhurim, në namaz e në lutje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ajo që mendoj është që ne duhet ta kemi parasysh, që na jep edhe pak më shumë ambicie që të veprojmë gjatë këtyre 10 ditëve të fundit Ramazan, është se njeriu kur vepron në mirë duhet të mendoj sikur se është duke bërë tregti me Zotin e gjithësisë. Dhe këtë Allah subhanahu wa taala na e vërteton në Kur'an. Allah thot në Kur'an: "Waman awfa bi ahdihi min Allah, fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika al-fawz al-'azim." Çfarë thot Allah në Kur'an? Thot, e ku ka më mirë apo ku ka realizues më të mirë dhe më të vërtet se sa realizuesi, se sa Allahu subhanahu wa taala, i cili e realizon premtimin e tij. Pastaj thot Allahu: "Përgëzonuni tregtis me Allahun, ky është suksesi më i madh." Pra Allah subhanahu wa taala në Kur'an e përmend tregtin e tij me robët e vet. Pra ne kur veprojmë mirë, ne jemi një farë mënyre duke bërë tregti me Allahun subhanahu wa taala. Çfarë është kjo tregti? Veç të mendojmë pak. Nëse ndodh një tregti në rrafshin e kësaj bote, normal që elementet e një tregtie është që të ketë blerës, të ketë shitës, të ketë mall që shitet dhe të ketë fitesë nga kjo tregti. Po nëse bëjmë tregti me Allahun, mendojmë se jemi në muajin e Ramazanit, jemi në muajin ku njeriu duhet me bëj tregti me Allahun, me krijuesin e vet, edhe mi zbeh pak tregtit me njerëzit. Kur njeriu bën tregti me Allahun, shitësi është robi, jemi ne. Blerësi është Allahu subhanahu wa taala. Malli që shitet është vepra jon tash, sakrifica jon, vepra jon e sinqert. Ky është malli që ne ja shesim krijuesit ton Allahu subhanahu wa taala. E ajo që fitohet nga kjo tregti është xheneti. Parat tha Allah subhanahu në Kur'an: "Waman awfa bi ahdihi min Allah." E ku ka realizues më të vërtet të premtimit vet se sa Allah. Pra ne jemi besimtar, ne i besojmë Allahut, ne i besojmë premtimit të Allahut subhanahu taala, e premtimi i Allahut është se fituesi për kësaj tregtie është xheneti, është shpërblimi i pa krahasueshëm, është ajo çfarë s'na ka pas syni, s'na kanë dëgju vesh, as nuk mundemi me e paramendu se çfarë Allah subhanahu taala ka përgatitur në xhenet për robërit e tij. Kështu të parët ton e kanë kuptuar Islamin edhe e kanë kuptuar tregtin me Allahun subhanahu wa taala. Unë do të tregoj edhe mos të zgjasem shumë, vetëm 2 tregti modeste, 2 ngjarje modeste që të parët ton i kanë pa si tregti tamam me Allahun subhanahu wa taala. Kanë hyrë tregti. Kanë thënë tash na dona me bë tregti me Zotin, njësoj si bëhet tregti, domethënë me njerëzit. Kemi për shembull rastin e Akabes, beslidhjes Akabes. Aty kanë qenë 70 persona që kanë shku ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që kishin pranuar Islamin para disa muajve, edhe kanë shku me ia dhënë besën, me ia dhënë dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesin e këtyre, apo ai i cili i ka përfaqësuar këto 70 vet, ka qenë Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah
i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka kërkon Allahu prej neve, edhe çka kërkon ti prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, Allahu kërkon që mos me adhuru askën përveç tij. Pra mos me i bë shirk Allahun, me adhuru, me madhru, me lartësu, me kërku ndihmë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa unë thot kërkoj, pejgamberi sa thot kërkoj prej jush që me mbrojt mu ashtu siç e mbroni veten edhe pasunin tuaj. Si përgjigjet Abdullah ibn Rawah? Abdullah ibn Rawah i thot pejgamberi sa, e çka fitojmë nga kjo na? Tash hyn tregti me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nëse na e realizojmë, e adhurojmë vetëm Allahun, çfarë marrim nga kjo? Dhe të mbrom ty, se ishte kohë lufte, ishte kohë të vështira për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju fitoni thot xhenetin. Kjo ka qenë tregtia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë me këtë. I ka thënë ju fitoni xhenet. Atë janë çuar në kam ta 70 vet, ai kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kanë abdorin, kanë thënë qof për hajër, tregtia jone dhe këtë tregti nuk e shkëpusim derisa ta takojmë premtimin e Allahut subhanahu wa taala apo xhenetin. Pra Ebu Dehda, i cili ka qenë sa një sahabi shok i pejgamberit alayhis salam, e ndëgjon ajetin ku thot Allahu, a ka kush që jep huazim Allahut, e Allahu t'ja kthej shumë fesh. Ky kur e ndëgjon këtë ajet çuditet, mi dhan thot huazim bërxha Allahut si shkan ke pejgamberi sa mu qartësu, edhe thot a jepet huazim Allahut? Pa i thot pejgamberi sa, i nepet huazim, edhe Allahu ta kthen shumë fish, ta kthen me xhenet. Atëherën Ebu Dehda ka pas një kopsht me 600 pall, i thot këtë kopsht me 600 pall janë hap huazim Allahut subhanahu wa taala. Edhe i thot grus, del tash ti gru prej kopshtit se ky mo nuk ish kopshti jon, këtë ja kanë hap huazim Allahut. Ky është ai koncepti edhe ai besimi që kanë pas parë ton kur kanë bë vepra të mira, pra kanë bë tregti me Allahun subhanahu wa taala. Na jena në muajin e Ramazanit, jemi në 10 netët e fundit të Ramazanit, jemi në muajin ku njeriu duhet të zbeh tregtit me njerëz për përfitime shumë të vogla, krahasim me tregtin me Allahun që është përfitimi më i madh, është bota e përhershme dhe përjetshme, xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun që me na i pranu veprat tona, lusim Allahun subhanahu wa taala që nga ky muaj me dalë me mëkatet e falura, lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu me na pranu tregtin me të çfarë do lloj tregtie që bëjmë me namaz, me lexim Kuranit, me sadaka, me ndihmes e kështu me radh, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala gjithmonë me na bashku për të mirë edhe në rrugën e të mirës. Amin. Vetëm nëse flasim edhe pak për këto 10 netët e fundit të Ramazanit në xhaminë e Pinjeshit. E dim që tani Teravin, padyshim, 30 ditë të Ramazanit, por këto 10 netët e fundit a shtohet më shumë xhamat, le të themi, duke u shtuar edhe namazi i natës? Padyshim. A është një ndjenjë tjetër, a shihet kjo ndjenjë tjetër në qytet, a vrehet? Padyshim që xhamia e Pinjeshit më tash është bë edhe tradit namazi i natës në atë xhami, dhe është bë shumë e njoftun falja namazit natës në xhaminë e madhe të Pinjeshit, është bë si një tradit në qytetin ton që disa vite. Nuk ka dyshim se kjo tradit edhe ajo atmosferë i ka jap edhe një shije tjetër muajit të shenjtë Ramazan, sidomos 10 netëve të fundit Ramazan, ku e dim, siç e dim edhe kemi në mesin tonë edhe hafizin, që është një ndër hafizat më eminent në trojat shqiptare. Nuk ka dyshim se 10 netët e fundit Ramazan xhamia është përplot, edhe ka shumë besimtare që vinë edhe me e fal namazin e natës. Ne presim që edhe këtë vit si viteve të kaluara që të kemi një xhamat dhe një xhami të mbushur me xhamat dhe vëllezër apo motra. Faleminderit. Kënaqësi për gjitha mesazhet që përcollet sot, le të themi. Nëse do doni të shtonit apo të thirrnit ndoshta në një mënyrë të gjithë ata që na ndjekin sot me fjalët e thjeshta, kështu çfarë do t'ju thonim për prezencë? Faleminderit juve një herë për ftesën, faleminderit për emisionet që i bëni për muajin e shenjtë Ramazanit. Ajo që do të them është që t'i them gjithëve që
ndezni motorat se kanë met vetëm edhe pak ditë dhe bëni tregti me Allahun subhanallahu për të fituar xhenetin e tij. Faleminderit. Amin. Faleminderit e juve. Megjithatë, ne nuk do të shkëputemi me njëherë nga kjo bisedë sot edhe nga kjo ligjërat, sepse vetëm një shkëputje të shkurtër duhet bëj dhe në studio me njëherë do të kthehemi edhe me një vajzë të vogël e cila do të na zbukurojë edhe më shumë këtë studio. Ne sot në këtë studio, hoqë së bashku, pa dyshim që ndoshta ndonjëherë nuk mund të lëjmë anash atë lidhjen tuaj me fëmijët, edhe në këtë studio, në këtë intervistë sot nuk mund të mungonte një nga fëmijët e Mejtepi që na ka zbukuruar studion edhe e cila me disa vargje të bukura të një ilahie të bukur do të na zbukurojë edhe më shumë këtë emision, është Sara Aliq. Përshëndetje Sara. Mirë se më vjen në studio sot. Ke përgatitur një ilahi të bukur? Po. Ka qenë vështirë ta mësosh? Jo. Sa herë shkon në Mejtep ti? Unë shkoj për gjithë ditën. Çdo diel. Tani në muajin e Ramazanit keni pasur angazhime më shumë apo jo? Po. Besoj se po. Unë kam një dhuratë të bukur për ty, besoj se do të pëlqej shumë. Do të çohesh në këmbë pak ta shohim bashkë? Dy shaminjat, edhe kemi një orë të bukur, por besoj se fëmijët duhet gëzohen gjithmonë, apo jo? Patjetër, dhurata duhet t'i japim që ti japim ambicje për pse. Të pëlqen Sara? Pa. Tani ilahia si e ka titullin? Si na quhet ilahia sot? Ramadan. Ashtu si Ramadan. muaji që jemi. Do të dëgjojmë Sarën edhe këtë intervistë ne do ta mbyllim me një ilahi të bukur të interpretuar nga Sara Aliq. Që një vit, të prita që një vit, me dashni për ty jam rrit, me lot në sy iftar me prit. Me familje o sa mirë, me prish gjumin për syfyr, jo për qefe për adet, po se aty ka bereqet. Jo për qefe për adet, po se aty ka bereqet. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Gëzimi par, kur vjen koha për iftar, e gëzim tjetër shpirti jem ka kur e tashe Allahun tem. Me familje shoqni marim rrugën për xhami, e aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. E aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Po kërkoj, ndoshta nuk e meritoj, në xhenet po du me hy, bëj dua me lotë në sy. T'lutem o Zot aman, me ma hap derën rejan, agjerushëm o Allah, o sa shumë po bëj dua. Agjerushëm o Allah, o sa shumë po bëj dua. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet ulimen, je shehal Kur'an, je
يا أهل رمضان يا أهل رمضان